Nëse ke probleme me ankthin, edhe ndonjëherë ndihesh i pavlefshëm, ndihesh kot, sikur nuk ka asnjë rëndësi. Unë jam eksperti Justin Goçi, edhe sot do them diçka shumë të rëndësishme për çdo njeri. Jo vetëm ju që keni problem me ankth, por çdo njeri në ekzistencë ka këtë ndjenjë, të paktën një herë në jetë. Dikur të gjithë mund të jemi ndjerë të pa vlefshëm apo të pa rëndësishëm apo kot. Është një ndjenjë krejt normale në këtë botë kaotike. Mirë po, ajo çfarë ndodh është që të këto letrat që kam në dorë, imagjinoje sikur ja ndryshojmë radhën. Në çdo mënyrë që unë ndryshoj radhën, çdo herë është unike. Ky ndryshimi i radhës së pak ose letrave është vetëm një në të gjithë universin apo pafundësinë. Le të marrim këto letrat sikur të jenë një nga një. Kjo është mendimet e tua. Kjo është pritshmëritë e tua. Këto janë ëndrat e tua, këto janë besimet e tua, këto janë mësimet e tua, këto janë ndikimet e tua, këto janë ndikimet nga shoqëria, ndikimet nga familja, konkluzionet e tua mbi disa gjëra, konkluzionet e tua mbi disa gjëra të tjera, etj. Këto janë ndjenjat e tua të gjitha. Kombinimi i të gjitha këtyre ndjenjave edhe personalitetit tënd është unik në pafundësinë e multiversit. Pra, i aq i veçantë edhe aq i rëndësishëm sa je vetëm një. Si mund të mendosh për veten tënde që je i pavlefshëm kur je unik? Edhe si mundesh të mendosh për veten tënde që je i pavlefshëm kur ti ekziston? Nëse do ishe i pavlefshëm, nuk do ekzistoje fare. S'do kisha asnjë rëndësi. Kështu që çdo herë kuptoje se sa unik je, edhe se sa çdo njeri mund të kuptojë dhe të inspirohet nga ty. Edhe se sa gjëra të mira ke për t'i ofruar të gjithë njerëzve që të rrethojnë. Ndjehu unik, je unik. Mos u ndjej i pavlefshëm. Je shumë i vlefshëm. Je shumë e vlefshme. Shijoje jetën tënde. Ti je pika e Zotit brenda teje. Kështu që nuk mund të ofendosh krijuesin që ka futur pjesën e tij brenda teje që ti të shijosh gjithçka. Nuk mund të ofendosh, nuk mund të bëhesh arrogant, të ofendosh Zotin, e ti thuash që je budallap se më krijove mua. S'mundesh. Një njeri të kritikoj krijuesin, duke thënë një pavlefshëm, ti ofendon qenjen, ofendon ekzistencën tënde dhe në esencë Zotin. Je super special si çdo njeri. Të gjithë kemi për të marrë dhe për të dhënë. Thjesht shijoje rrjedhën edhe ndjehu super i vlefshëm. Ditë na mirë.